kom qenë ashta shumë e vogël kur kom fillu këtë pjesën e teknologjisë, nashta jam kanë dikon klasën e 3 ose të 4 kur e kom pas gjithmonë interesimin për më pa qysh funksionon kompjutere e gjana, ose diçka tjetër që si femën nuk është para pa që mundet mu zhvillu që pjesa e teknologjisë gjithmonë, ose diçka tjetër që si femën nuk është para pa që mundet mu zhvillu që pjesa e teknologjisë gjithmonë. Është shumë kënaqësi me pas një programere sot në këtë podcast në kuadër të epizodeve të Ramazanit, Edona Gjemajli. Mirë se erdhe, Edona. Mirë se gjeta, Vlera, faleminderit shumë që në këtë kohë ka është begatshme më keftu, edhe po nina është si në shpe, veç laptopi po mungon se karika një tavolina e gjanë. Kështë faleminderit shumë për ngrasin shumë adhe. S'kish qenë keq me pas edhe laptopin ta mënë me na demonstru diçka që ka bën ju, edhe pse edhe me demonstru s'besoj që e kisha kuptu. E kam me vete. Apo? Kështë që unë kam një problem që më shpem thrasin qanta, se prej që më ka në vogël deri tash nuk mu ka hije, kështë që me vete laptopin kur do të qoftë mëna me demonstru diçka. Okej. Qysh është për ty që kjo ndjesia gjithmonë e nxon, si se tash librat nuk i marrin për laptopin. Çfarë ndjesie është për ty që s'po të heket prej? Po shumë e mirë se ndjen veten shumë mirë kur mundesh me ndihmu dikojna. Edhe është pak një farlloj përgjegjësie, se përpos që je programere, njerëzit menojnë që je edhe një farlloj mekaniko, se mundesh me rregullu telefonin, televizoren, ose çfarë do lloj probleme që kanë me teknologji. E nasha nuk ka rinë ka njerë me ndo këtë pjesën, kështu që ti një është mirë dhe duke që jetu bo diçka para tyre. Po. Edona, qysh është me qenë një femër programere? Se realisht programimi është konsideroj një drejtim që është pak ma i njohur për ne si njerëz që nuk jemi të fushës, kohëve të fundit. Edhe po ashtu përgjinin femërore konsideroj që nuk ka qenë shumë i theksun në vitet e mahershme. Qysh është për ty me qenë? A është profesion që ti e don? Po, se nuk e di tashti nëse nismi për gjitha femrat, po në kom qenë ashta shumë e vogël kur kom fillu këtë pjesën e teknologjisë, në ashta jam kanë dikon klasën e 3 ose të 4 kur e kom pas gjithmonë interesimin për më pa qysh funksionon kompjutere e gjana, edhe ka qenë pak ma ndryshe se gjithmonë ke qenë e gjykuma, që nuk është që den ose diçka tjetër që si femën nuk është para pa që mundet mu zhvillu që pjesa e teknologjisë. Gjithmonë fokusi ka qenë drejt meshkujve. Ndërsa kohët e fundit, nëse e krahasojna me ato kur kom filluana, është do më thonë një revolucion tepër i madh dhe drejt më thonë kënaqna shumë kur isha shumë të femna, sidomos nëse kemi konkurse kështu që probabiliteti shumë i madh që mu pranu femna se sa meshkuj. Kështu që normal që ndjehesh mirë kur e sheh çfarë diferencimi shumë madh mes kohës kur kom filluar edhe tash. Cilat janë benefitet me qenë programer? Po mendoj ju punoni kryesisht remote në shtëpi ose se keni një vend? Ka shumë benefite, se ma herët nuk ka qenë kjo pjesa për me punu prej shtëpis, nashta prej kohës pandemisë ka fillu pak me dalën pa, për shkak që u largun nuk mujshëm fizikisht me punu edhe kështu, edhe mandej kalum në remote. Fillim kanë qenë shumë të mira benefite, sidomos kohët e fundit për mu që jem edhe nanë, për shkak që ju çdo herë ti mundesh m'ju përshtat orarit fëmis ose çka do qoftë rreth punëve të shtëpisë kështu. Që janë shumë benefitet mëdhaja, po ka një herë është edhe një farë qalimi i vogël njëtë se ki nevoj pak me dalë, jo për naj ecje ose me komuniku pak fizikisht edhe me persona, për shkak që gjatë gjithë kohës jetu tu komuniku mënyrë online, kështu që ki nevoj pak mi pa njerëzit edhe fizikisht. Apo tenton me kompenzu qëta? Po, kohët e fundit po dalë ka pak po ece, po edhe jo shumë, se gjithmonë e ki ato atë stresin fillon puna, jo do të me shku me marrë djalin, jo do të më kthym punë, jo pak koha e pauzës edhe tani vjen mramja ki nevoj pak me najt me familje kështu edhe e neglizhon që pjesën e ecjes. Po Ramazani tash, qysh është për ju?
e dona, për shembull për një grua e cila agjeron e praktikon fen kryesisht, po edhe njëkohësisht domethënë punon prej shtëpisë. Çysh është një ditë, është sfiduese kjo? Pak është sfiduese për faktin e orarit, për shkak që unë e kam orarin zakonisht filloj në ora 9 dhe përfundoj në ora 5, kështu që nëse fillon domethënë pak ma vonë, atëherë do të më di që do të më nejt pak ma gjatë për me përmbush atë orarin. Zakonisht pjesa më e vështirë është dhe diçi i fundit, për shkak që ki qef nashta me praktiku pjesën e namazit natës, jo taravit. Ma herët, para se mu bo prind, e kum pas edhe pak ma ndryshe për shkak që rresha shumë gjatë natën, edhe ma ndej e kompenzojsha gjumin, do më thonë pas kohës cabat. Tash që jëm nam po m'dot me sakrifiku qitë pjesën që ku pas kohën një orë, 2, ma ndej mu fokusu jo të djali, jo të diçka tjetër, ma ndej me vazhdu prap, jo të namazi, po Allah do më thonë gjithë shka tjep, për aqë sa ti mund është me e bakë, kështu që për dirisa ki qatë besimin të Allah që ka më ta lecu, të lecohet edhe koha e Ramazanit. Qysh mendon e dona që perceptohesh ose shihesh prej të tjerëve si një gru me mbulesë, e cila e bën që të punë? Fatmirësisht ka fillu me ndru pak që kjo koncepti që ti je me mbulesë, edhe sidomos nashta që mbjan me punu me nacionalitetet ndryshme, pak nuk e kuptoj pjesën e anës tonë pse jemi kaq të fokusum që tjerët na paragjykojnë, për derisa mu mbjan me punu me Amerikan ose çka do qoftë, edhe nuk e kam pas problem edhe kur e kom vënu mbulesën. Më thonë nuk ka qenë ndonjë habi e madhe për ta, ndërsa pak të ka ana e jo, nuk e di pse kemi ende atë mendimin që jemi mbulesë, të pengon mbulesa gjatë punës, dukesh pak ma nashta pak ma ndryshe, je ma e mbyllt, kur filloj nashta me folë ose diçka tjetër me shpjegu të këshyrin kështu që dhe me qysh po den. Se ti supozohet mos me ditë kur gjohë përveç qatin e parimeve. Po edhe interesant është pse ende është që kjo farë pjesë që si të shojnë me mbulesë, dhe më thonë ty t'jeket një pjesë e menqurisë. Po, e dona unë e di që ti e mbulu tash së voni, do thot nuk ka asë një vit që e mbulu. Edhe e përmende që këta të hujt me cilë ti punon, nuk e kanë pas shumë temë, për dallim prej neve. Cili ka qenë dallimi, ose qysh kanë reagu ata edhe qysh na? Fatmirësisht, tregova dhe më herët, më ka raste me punu me Drilanjohën, edhe para prakisht e kom diskutu edhe ai gjithmonë ka qenë pse nuk pëmbulohesh aden, edhe fatmirësisht në grupin që kom qenë kanë qenë pothuajse gjithë fetar, edhe nuk e kanë marrë, nuk e kom djenë ashtë edhe përgjësimi ju thonë, më falë, po ju mbulu e keni probleme, kështu. Ndërsa për pjesën e Amerikanëve ose nacionalitetive tjera, interesant ka qenë që edhe kur kom dalë në kamerë, nuk e kam bon ajfa reagime, gjatë që më ka bo shumë përshtypje. Ajo që më ka bo ma shumë të përshtypje është që shumë motra, që nuk e kom di që jenë mbulume në kompani më kanë shkru, edhe jenë gëzu shumë edhe ma kanë thonë një fangrësie shumë të madhe, edhe që atë e kom kuptu vlerën e mbulesës ma shumë se sa kur e kom gjitë. Më thonë kom qenë ma emocionume kur kom marrë urime se sa kur e kom vendus që atë moment pare. Tash na tregove për këtë, do të thonë këta njerëz cilët janë kryesisht praktikantë, cilët gëzohen. Po e kemi edhe ata tjerë të cilët nuk është që shumë e vlerësojnë. A ke pas edhe raste të tilla ku kanë thonë pse se nashta jo, po mund pa të ardhë që di prej një djale që nuk është as praktikus edhe më pa të bo shumë për shtypja ma boni tha që tash ko ke plëcu. Edhe e pata pyet pse, se nuk është edhe shumë fetar dhe nashta i ka shumë mendime pak ma ndryshe ka ona face, edhe ma boni tha se nuk e di mu ke duk që je shumë ma fetare nëse vënëm mbulesën, se sa që shto, edhe më pa të bo shumë përshtypje, nashta ka një herë nuk do me thonë mja nisë mi full dikujt për fe, po mjafton sjellja ose mënyra se si ti qasësh që ati persone, që aj me të kuptu tamam që feja nuk është diçka qysh shihet nashta në publik,
po është diçka që qysh ti sillesh edhe qysh ti mundohesh me praktiku me qoftë ka ona profesionit, qoftë ka ona jetës. Fatmirësisht nuk kum pas kësi lloj pengesa, edhe për ata nuk e di, ende nuk e kuptoj cili është dallimi me qenë mbulume dhe pa mbulume, se ka qenë diçka shumë e thjeshtë për mua. Shumë mirë. Kur diçka e don edhe përvetson qatë shpejt që nuk e ndjen që ke qenë nashta ndryshe ma herë. E vërtet, edhe nashta nuk jenë gjendje më perceptu apo të këshyr keq ajo. Normal, në publik kur dal, e shoh pak të këshyr pak, e kena nat pak si, nuk e di, kim qaf prej këpucave deri në më të këshyr. Nuk e di pse është kjo, po kryesisht ndodh ashta prej gjenerata pak ma të vjetra, se i duket interesant kur ti po hen me një hijab, me një mbulesë, kështu, po nuk e di, nuk më bojnë edhe shumë përshtypje. Nashta edhe ma herët që kom qenë vetë person që nuk jom vesh edhe mënyrë, që me thonë, me roba që kanë qenë që ti ke ekspozu disa pjesë trupet, edhe nashta jem su pak njerëzit më pat, mu vesh pak ma gjën, ma ndryshe, edhe me kanë pak me thjesht, edhe për ata nashta gjithmonë ju mësu me çfarë paragjykimin e njerëzve, pse po veshësh ashtu. Po, a ka ndonjë moment kur thu për shembull që kjo puna që ti e bën për ditë prej shtëpisë, po ajo realisht është punë. Po. Edhe që të bëhet pak bajat edhe thu me pas një zyre diku, me shku diku se. Po, sidomos vitin e kalum, kogja shumë pa ta luftu, sidomos pjesën e verës, kisha qef me dal një zyre, edhe i pata pyet në punë sa ka ndaj mundësi me dal, po për shkak që i kemi disa rregulla, nuk pata arrit me dal një zyre, se e ndjem veten që je veç gjithmonë brana mbyllt edhe ki nevojë pak, që thash edhe më herët, me dal, me bisedu me njerëz, është ajo koha e pauzës që për një me largosh komplet prej punës edhe fokusosh, do më thonë, biseda natyrave të ndryshme, jo veç të punës, që kjo pak po mungon, sidomos se më ka ra prej kohës pandemisë gjithmonë prej shtëpisë, ka qenë një periudhë shumë e shkurt kohore, mirë po që ke pjesë kogja shumë mungon. Kthehem për pak Hedona, vazhdoj me një blok marketingu. Edon, çka ka ndryshu, a ka ndryshu diçka te ti në rutinën tonë të përditshme prej momentit që je mbulu, ose çka ka ndryshu diçka te Edona? Po ka ndryshu shumë gjana, me thonë drejtën, se e para e kom di që do të me marr pak ma shumë përgjegjësi, për shkak që ti ke me qenë reflektimi shumë vajzave të mbulume, edhe nuk du deri nesër me bani gabim që personifikohet që me mbules. Kështu që ju mundu me kanë shumë e kujdesshme në qëtë pjesë,
mirë po e kum vrej që nëse ti dëshiron një kohë caktume, mja kushtu vetëm Allahut, mund është me gjetë qatë kohë, që ma herët nuk e kum ditë, kështu që kum fillu me një mësuse prej Egjiptit, shkronjat e Kuranit edhe njerë prej fillimet edhe për leximin e Kuranit. Po ashtu, kum fillu edhe një qendër për trajnime, që është qendra Aisha, ku ato mëson dhe më thonë tematika ndryshme, edhe nashta pjesa kur jom kthy prej umrës, ka qenë një farë rifreskimi mrena shpirtit tem, edhe ku më thonë që pi fillojna prej zeros, po të fillojna me diçka të hajrit edhe diçka të mirë. Kështu që i kum zëvendësu shumë nashta do të copëzat jetës tem që i kum kalu nashta të këshyr telefon ose diçka, me diçka që menaj që është e hajrit edhe normal për hir të Allahut. Po, dhe më thonë, ti ke shku numre dhe në qatë rukëtim ka qenë dita jote mbulesës, apo? Po, ka qenë dita e parë, bile ka qenë shumë interesant se krejt në aeroplan kanë qenë mbulumë, në kom di që do të me vënu mbulesën. Edhe kur kemi mvri në Medina, e di që dikosh i ka thonë bashkëshorti tem do të me vënu mbulesën, edhe bashkëshorti i ka tregu që po veç kjo po pret Medina, se kam gjithmonë e kum pas kështu ëndër që ku shkoj në nombre me vënu mbulesën, edhe di që jom shku edhe i kum falë 2 rekate, në hotel edhe kum nu mbulesën, edhe prej atë di që të lam leka. Okej, e këtu të qendra Aisha që e përmende, mësoni mësim besim? Po, ka, do më thonë, është nivele, është niveli i parë, ku ti e mëson akidën, që përfshin 3 parimet, e mëson, është sira, do më thonë, komentimet e këto, do më thonë janë 6 lloje ndryshme të landëve, ku ti mëson lamit ndryshme. Janë nivele shumë, do më thonë, për fillestar, po normal të kapshme edhe për neve. Po. Jo diçka që ty të ngarkon edhe ti nuk mundesh me ndjek. Po. Për ndryshe, e dona, nëse s'kishe qenë programire, çka mendon që kishe qenë me profesion? Teologe besoj që jo. Se krejt mu i me mendu që do me thonë gjithmonë më shku. Jo, se besaj, se qëre feja mu pak mu ka përshtat kështë e ke po një gjamper që e vesh edhe që duke që për të përshtatet, mu duke që pak mentalitet mu ka përshtat, po nuk e shë vetën shumë ka ana e fejs kështë për flasë si teologëse, ma shumë si praktikuse, Normal. po nuk e di, nuk e komenu kur diçka vetëm ma ndryshë se si programere. Se të regova dhe ma herët vlera që une qysht klasë, në më 9 vjeç. Ja marrë me që 3 ose në klasën e 4, kom fillu edhe është diçka që ju më rritën e me ta dhe nuk e komenu vetëm ma ndryshe. Ka qenë, do me thonë, diçka e jotja, se sot, për shembull ti tash ki fëmijë dhe vetë, edhe qysh mendon që prindërit a është me stimulu fëmin, apo me lonë sa i vetë gjenë rrugën? Mu prindë më kanë, fatmirësisht kanë qenë gjithmonë më bështet, më fille me moj men qitë pjesën kur u patë prish kompjuteri dhe i mora në kitë komponentët i hjeka dhe me kone edhe shkova i vendos edhe e di që nana patorë dhe më patë qërtu, po ma ndej mas një vitit ka qenë... Se të mëndu që i ki prish. Po, edhe se mu halom doke, një po kompjuterin që ashtë më doke që u prish. Po para më do të thonë kom qimesh në vjeç edhe e di kur erë personi për me regullu, më këshyrim dhe me qek jo në vjetë, qa ke dosh me bo. Po tani mas një vitit, atëherë nuk ka qenë shumë e njohën edhe pjesa programimit ose informatika, kështu. Po nuk e di gjithmonë babi më ka besu shumë në qitë pjesë, edhe e di që ka qenë qendra Makbulja në Kodrën e Trimave, ato e kom njoft edhe motrën Merita Aliçkaj, ka qenë mësusja e me parë, mësësha pak për fejë edhe pak kemi mësu për anglisht edhe ka qenë informatika, ato pata fillu Word e Excel, se në atë ku vetëm Word e Excel kanë qenë kështët njona, tani ma ndi kun vazhdu deri në klasën e 9, tani kun fillu tamam prej mas klasës 9 me pjesën e programimit, po menoj që pjesa kyqe është prinde, se nëse babim kish gjyku ose nana, që je femën edhe nuk ban, edhe vesh meshku që shkojnë teknik, atëherë nuk besoj që isha kanë që të, nëse ata gjithmonë kishin tentu më mandru pjesën e profesionet. Shumë mirë. Edona, e përmende Drilon Johan ma herët, a i ka qenë podcast edhe ka qenë shumë
zë i fuqishëm pro ChatGPT-s, në kuptimin sidomos të shëndetit mendor, që unë hala vazhdoj mos më pajtu, po si do që të jetë, apo mendoni që ju merr punën ChatGPT-ja? Jo. Jo, Jo, okay. se edhe nëse në fillim kur u zbulu kere nuk besoj që njerëzit e kam pas gjithë që menime njerëzit. Po mirë që kok me një mendim. Do më thonë çdo gjë që ka fillu mu zbulu gjithmonë kanë qenë një pjesë tjetër që u shtu për me mirë mbaj që ato. Kështu që nuk unë gjithmonë jam për çti konceptit që nuk arrija, nuk asgjë nuk do më thonë nuk zëvendësohet. Edhe nuk është pak interesant që njerëzit po menojnë që robotat kanë më nazëvendësu se s'ka shanca. Dikush do të mi regulua ata në fundit. Po krejt, ata që nuk dinë, do më thonë, po besoj shumë. Jo, nuk është, do më thonë, une e shoh që biles, interesant është që po të regojnë kompaninë tunë, do më thonë, kanë mi marrë dhe rreth 2000 veta, ashtu është plane, vetëm saj kemi marrë 160 praktikanta, edhe 70 janë të e përfundu pjesën e internshipit, edhe nëse ChatGPT-ja, në më thonë para 2-3 vjetëve, veç sa ka fillu mu evolu, e kishë ndru njere, nuk besoj që kishë marrë ka shumë praktikanta që janë specifikisht për AI edhe data engineering. E që ka pjuvin ka shumë 2000 E po që to, dhe më thonë, dikush do të me kanë që mi i përdor që to platforma ndryshme që dalin, se gjithmonë nëse vdel një platforme ndryshme, ka më dosh një ekspert për me mi mbajt ato. Kështu që nuk menaj që e kishë zëvendësu është njëjtë, si letra nuk po mënën me arrit fletoret elektronike me e zëvendësu, do me thonë, prap përdoret dikon tjetër. Kështu që do të mu hek pak që ke pjesa ku njerëzit friksohen ashtë edhe me i botën e programimit, se ChatGPT-ja ka më zëvendësu. Po, vetëm qysh pe kuptoj une, po i bjen, që do më thonë ju, që ky profesion si programera, po zbulohen gjana të reja, po gjithmonë dobi të juve. Normal. A neve, po tentoni me na marë profesionin, të thonë, që shtë i hedriloni, që lirisht mundesh me i me ChatGPT me bo seanca psikologjike, që është e pa mundur. Do më thonë, puna juj po hes shumë mirë, me ka 2000 njerëz ekstra, a neve po të një me na asgjësu. Na, për që ata pjoftoj, na hajde bënëm programera. Ja, unë s'moj tash. Po bëja e gara, jo, one nuk pajtona pak që të me drilonin se menoj që ana psikologjike është pjesa me ndjeshme e njerit, edhe në menoj që unë e gëzona shumë që psikologjia po mirët pak ma ndryshe tash, se sa ma herët, për shkak që ma herët nuk i kanë kuptu termët psikologjike, unë nuk është edhe që i di shumë, po gjithmonë e kanë lidhë me pjesën e psikiatrisë, edhe e kanë bo shumë të madhe. Tash është shumë mirë, për shkak që çdo që erdhe e kumë vrej që ka një psikologe, ka një logopede, do më thonë, do të dikush që është, do të një ndjeshmëri edhe një ngroci qysh prej qerdhës. Kështu që nuk menoj që ChatGPT-ja mundet më të adhonë që pjesën e ngrocisë që e ka pjesa e psikologëve. A e përdorni ju ChatGPT-n? Po. Edhe interesant se kur pa do në fillim nuk e përdorsha, edhe muna isha me luftu mës me përdor, po më ka ndimu bajegi shumë, se sidomos pjesën e kodimit nuk e përdori edhe shumë, për shkak që kam nashta pjesë të kodit ku i kam të gatshme i rregulloj e kështu. Ka një herë në disa raste që i kam do probleme gjatë kodimit, po, e pyeti, po ma shumë tim ka ra kohë të fundit me dokumentime, edhe unë jem një njeri që pritoj shumë e shkru, kështu që gjithmonë ja tregoj çka farë probleme e kam edhe ma bën një dokumentim për qatë, se për çdo kohë që e shkruan ti do të më pas një dokumentim çka ke bën qatë kod, edhe ChatGPT-ja ma shkruan, edhe unë e vendosi. Kështu që është diçka që ma ka licu jetën. Okej, po sa kohë për shembull ta minimizon që ta angazhim që nashta ma herët s'ka qenë? Shumë vlera, se për shembull jena të fol dje, unë e po tani mbledhje me një kolege dhe i tregun për që i kemi dikon rreth 700 tabela. Ndërsa nëse ti fillon për 700 tabela me tregu çka ke ba, mendoj do më thonë 3-4 muaj dohen me shkru me shkru dokumente për çdo tabelë çka ke ba. Kështu që në çit pikë kogja shumë e optimizon kohën. Mu më ka ndodhë për shembull description, ose me thonë, qysh me thonë ma ndryshe për shkrem, për shka na do që kjo kolone, kum vendos qatë pjesë kolonës, i kum thonë i kam x tabela, edhe mi ka bërë renditje qysh e kum kërku. Kështu që kjo kod merë shumë, hiç kur gja nëse ti qatë tekst e merë dhe e bën copy-paste në çdo rekord, prap ti kemi lodh vetën
të shku copy-paste në 700 rekorde, lema me shkru për 700 tabela. Po realisht, unë po pajtona, s'kam qysh mos mu pajtu me ty që i ka lecu shumë procese, edhe që nuk e zëvendëson, do me thonë roboti njeriun, po prap konsideroj gjatë punës time të përditshme si psikologe, e shoh që realisht njerëz shumë e përdorin ChatGPT në kuptimin, do me thonë me tregu për ndjesit, po ndina ç'shto qa me bo, ç'ka kam, edhe tash aty përgjigjet normal që janë po qërëna edhe në kohën e kur ka fillu islami shumë dëgjana që kanë qenë të lejume i ndalu për shkak që njerëzit kanë abuzu me to. Do më thonë, na gjithmonë do të më nisë për qëti konceptet. Na gjithmonë jena të prirun me abuzu. Edhe menoj që edhe nëse me ChatGPT abuzan, do më thonë ki mu bo shumë invarën prej tina dhe keme mendu që vetëm ai e ka drejt edhe kërkush tjetër. Nashta nuk konsultoheshe me specialista kryesor. Për shkak që ChatGPT au bë në kuadër të mendimet specialista, do të thonë nuk ka ardhur veç ka të fare deri në qitë pikë. Kështu që menoj që ti do të me gjetë një farë lloj mesatare, do të thonë jo mu varë shumë prej tina, po edhe më mundu me për disa pjesë, jo me çu kohën ka të shku të bë kërkime, po mund është me përdor ChatGPT-n. Po kohët e fundit e shoh që njerëzit, nëse doktori i thot mos pe paracet, ChatGPT ai thot pe paracet edhe shkon e pen, abden nuk bën deri në kësi nivele, do të me lanë, do me thonë doktorin me dhon pe marr shembull fjalën e fundit jo ChatGPT-ja. Po në rastet tona ose ka diçka që ti nuk ke nevojë me shku edhe me mu konsultu me doktorin, ta jep një përshkrim dhe ke harru çka të ka thonë doktori, mund është me fotografu, me këqyr për çka është qaj o ban, ka so herë mund është me i dhanë, për shembull shpesh ka ndodhur dhe ke hup kutin e banave dhe nuk e ke ditë sa mililitra ke pas mi pi ose diçka caktume, hen edhe pyet ChatGPT-n, po jo tashte me lut një farë forme rolin e doktorit. Po, më thanë njëna një ditë, më boni shumë përshtypje se që folin për të shmëri pok, po tha unë e tha isha të mjeku do me thonë që ato analiza dhe që ka fol mjeku, kjo tu e shkru që ka do në me thonë, pëse po më thot, edhe në pak e tepërt. Po, e vërtet është edhe Taman abuzim. Tamam, edhe e kanë marrë si fjalë të fundit, nuk është fjala e fundit, abden. Edhe nëse e vrej, nëse është fjala e fundit, ata nuk ishin mundu çdo herë me përmisu, e ke pas çdo herë e ki një feature 3, një kohë e ke pas ChatGPT 3, tash 4, tani 5, e kështu me radhë. Kështu që nuk do të me kuptu njeri që nuk është diçka e mbenatërshme, se qëto është problemi i abuzimeve, nuk është problemi veç te ChatGPT, apo e shoh që gjithkohë njerëzit abuzojnë për shkak që janë të prirën me marrë veç një mendim, jo mendime të ndryshme. E përderisa ti merr veç një mendim, gjithmonë ke me abuzu me çato. Tash kështu mendu nëse për shembull e kishim pyet ChatGPT-n ta vendosim mbulesën, a thu çka kish thonë? Menoj që me njëherë kish thonë po, edhe mu ka duk shumë interesante pa ta pyet diçka për pjesën e umrës, edhe më pa thonë, ma pa të fillu fjallën Allah që përblev për pyetjen, edhe mu pa të kesh pak si shumë, se thash, mu pa duk vetja tamam që më të folë me një musliman, kështë që është interesant, nështë ta pjesë algoritme që e bajnë ata, momenti që te i bën pyetje fetare, algoritmit gjithmonë ka më të kthy diçka që është mirë, po do të me pas kujdes edhe mënyrën që e përdor. Për marr shembull, nëse ti veç e pyet diçka që kanë thonë XY persona, po që nuk janë tamam për shembull teolog të mirë ose kështu, normal edhe ChatGPT-ja mundet më ta kthy një përgjigje të gabume. Që gjithmonë do të më munu me ditë edhe mënyrën se çu e formulon pyetjen. Sekreti është problemi te pyetja që e formulon. Jo te përgjigja që po thon. Që unë çaj thash, ata vendosim mbulesën, tash po thot varet prej kontekstit, se po bazohet në bisedat që ku më herët. Apo pyet si temë diskutimi për podcast. Domethënë, ti tham për personal, për çështje personale. Se din që më mbulune. Apo po besoj se kurse pas na fol që tim për çështje personale po pës. Më duket kështu rën pak si gjithmonë neutral. Aha, po. Edhe ta bën shefin edhe rën neutral, kur nuk t'jap përgjigje bëne ose mos e bën. Amo nëse ti vazhdimisht ke qenë prej nëse algoritmi e ka kapat pjesën që ti je praktikuese fes, fillon më të kthy pyetje pak ma
tamam fetare. Okej. E kuptoj dhe është shumë normale me pas këtë dilemë. Tash po mendon që jam në dilemën. Për çështje personale përgjigjja nuk është po apo jo. E thjesht pyetja më saktë është a jam gati unë, ajo po e presin tjertë prej me, apo e presin tjertë prej mbulesa është një lidhje me Zotin, jo me shoqërinë. Nëse vendoset vetëm nga presioni, nga frika e gjykimit, apo për me i kënaqë tjertë, atëherë shpesh bëhet barr, jo paqe. Por nëse vjen nga bindja e brendshme, qetësia shpirtërore, ndjenja se kjo jam unë tani, atëherë bëhet forcë, jo kufizim. E vërtet. Okej, po, shumë mirë. Po, shumë mirë. Po, gjithmonë e ma Pyetje diplomatike. Përgjigjem fakt. Po, gjithmonë i këthen qështu për këtë temat. Shumë diplomat. Por që ata njerëzit ka shumë e dojnë. E ke po gjithmonë i dojnë a pak diplomat, ma shumë se njerëzit sinqertë. Po. Jena të prirën. Normal. Edhe unë e sartë ja bëjnë a i pyetje, thot, po, tem shumë më rëndësi, kur jap ide thon po du mi bën podcast që to çfarë më propozon, edin po ndoj çfarë imazhi meftuese diçka, po shumë tem më rëndësi ma bën shefin ja 3-4 rreshta. Tani tregon që nashta si shkon mirë. E tash s'po di jam i besu a mos mi besu. Jo, do të thonë, mas pari ti dosh mi besu vetës, që kjo është pjesa bazë, edhe menoj që shumë njerëz kur nuk i besojnë vetës, mandej gjithmonë fokusohen njerëz tjerë. Që edhe sa s'ka qenë ChatGPT-ja, njerëzit i kanë besu Google-et. E vërtet. Kanë hin Google, domethënë kanë po një video dhe tha filane. Domethënë, ti mas pari do të me kuptu vetën, në çfarë pozite je, edhe mandej me fillu me ju besu gjanave që i ki për rreth, qoftë edhe ChatGPT-ja. Unë menoj që jo si vlerë atin tamam jeni e përmbushën, edhe ka ona e psikologjisë, po edhe ka ona jetës, so që arrin me nda mendimet e sakta dhe jo të sakta të ChatGPT-s. Ndërsa njerëzit që nuk janë gjithmonë konfuz, edhe qasjen e ChatGPT-s e marrin pak ma ndryshe. Po, edhe mendoj që ka shumë raste, për shembull kur na e dim një rast, së muajve të para disa muajve nëse zgaboj, një djalë i ri, një adoleshent i cili boni vetvrasje gjatë bisedës me ChatGPT-n. Ka qenë pak e çuditshme për shkak se gjithmonë unë e di që përgjigjet janë neutrale ose nashta presioni kur ja bën me pyetjes. Që pjesa e vetvrasjes është pjesa më e rëndë që mundet me ndonë njeriu. Okej, po a diçush ajo s'është çat moment, sa ajo është diçka që rrjedh. Është diçka që rrjedh me kohën, po njerëzit janë është edhe pjesa ku ka pasur shumë lojna ndryshme ku njerëzit e kanë sakrifiku jetën. Domethënë ka qenë të farë challenge që i bëjnë në rrugë edhe sakrifikojshin vetën e vet. Po mendon që s'ka të bëjë me ChatGPT, po me trendet. Jo, ka të bëjë më shumë me vetë njerin, por ata thash qëre nuk ki nevojë me hi edhe me vetë ChatGPT që ka me bo me jetën tem. Menoj që ti dush me ditë vetë si person. Nëse i bën 20 vjet edhe ende nuk din që ka me bo me jetën tone, që po pret prej për një algoritmit, a i nashta mundet më ta të regu të saktën, po edhe nuk mundet më ta të regu. Ose edhe ka shumë njerëz nëse unë e thëmë që të mendim nuk pajtojt me mendimin tem. Kështu që krejt është qysh e merë konceptin njeri edhe qysh e merë mendimin. Qëto është problemi i njerëzve që gjithmonë mendojnë që dikush e ka drejt edhe dikush nuk e ka drejt. Për çdo gjatë caktuar dikush mundet me pas drejt. Kështu që nuk kur pindojnë që tu koncepte, po vinë deri te çto gjanat, që nuk po janë shumë të mira për shoqërinë tonë. E vërtet është që kohë të fundit kena pas jo veç edhe përmes ChatGPT-s, po edhe platformave tjera kena pas vetvrasje të shumta, edhe kjo është krejt prej mungesës të mos leximit. Ka shumë të ri që janë largu prej leximit komplet, dhe janë kysh në për platforma ndryshme, ku që kjo ka rezultu mandej me qëtë pjesën e depresionit e shumë gjana tjera. Se nuk mund kishët me nanën tem, ka një herë thët, nuk besoj që e ka mytë vetën për nanë e babë. Që dhe me qaq dashnia e madhe, nëse ki për nanë dhe babë, nuk ki as zemër për me elimo për krijuesin. Kështu që njerëzit pak kanë fillu me i keq kuptu shumë gjana njët, sidomos pjesën e teknologjisë, po abuzojnë ekstrem shumë, një kohë e din të Facebooku ka qenë tepër i përdorën, tash shumë pak njerëz e përdoren, që ky është problemi që edhe na pak si prind do të me kanë shumë kujdesshëm. Nëse sheh personin që po rën gjatë gjithë kohës në telefon, merre largoje pak prej telefonit, del, shëtito me ta, na shumë në për tavolina mu pëlqej
Drilon Joha tha, a e marrëm një kuti edhe i vendosëm një 90 minuta telefonat edhe komunikojna dalë me familjar edhe e shijojna bisedën. Kohë të fundit nuk po shijohet biseda në për tavolina për shkak të telefonit edhe përdorimit ti të prum. Kështu që çdo gjë që teprohet, aja ka me rezultu normal edhe me fatkeqësi. Po më vjen mirë që ju po na thuni kështu. Po. Se do më thonë na kemi tendenca nashta me ra prej e zbulimeve të juaja, po mirë që ju edhe po zbuloni, po na ofroni, s'po them ju konkretisht, personalisht, po si industri, si punë, si profesion, dhe po na ofroni edhe në fund për mos e përdor se s'është e mirë. Po. Qavi bje kjo? Nashta ke vrej që shumica programera nuk kanë as Facebook a Instagram. Po të se duhet më na bo dom neve, a ju me jetu shëndetshëm. E vërtet që kjo është shumë interesant, adhone menoj që të pjesë që sidomos nuk e di a i ke po shumë reels që bile nuk nëse zgaboj edhe Bill Gates e potencoj që nuk e përdorin fëmijave telefonin e kështu. Normal që është njëjtë si doktori, a ke po që vetë e pin cigarën edhe të mos e pi cigarën, s'është e dëmshme. E njëjtë edhe programerat e shohin rrezikun ndaj sajna për ata dhe distancohen, po normal është diçka që a distancohen po mendon me deklarata apo distancohen realisht edhe vetë? Jo, vetë thonë mos e përdorni, po distancohen nuk e përdorin. Ka shumë menoj që programerat që janë anti-social, kohët e fundit ka fillu LinkedIn. Shumë jeni nati. LinkedIn ka hi pak, ju ka hi në qef programerave dhe krejt ajo kanë për shkak të ekspozimit punës tyne, po për ndryshe shumë programera unë vetë kum po, edhe vetë nisna prej vetës që nuk kom qenë shumë praktikuese rrjeteve sociale. Nuk ka qenë veç ka ona fetare, se ka plot teologe kështu që qisin këshilla ose çka do qoftë që ka lidhje me fe, po nashta që ke pjesa e përdorimit të kohën me ta, edhe ti tani mandej nuk duket interesant edhe me hi, edhe me përdor, edhe ki gjithmonë qef me najt në distancë e din, pak a shumë edhe rrezikun çka ka. Unë për vete shumë gjana nuk i ekspozoj, se e di rrezikun. Çka ka rrezik? Po shumë gjana, për marr shembull, po nisme pe fotografive ndryshme, unë jam shumë kundër kur po ekspozohen fëmija, për shkak që ato fotografi jesen. Edhe nëse ato është përshkrimi që fëmija nuk ka, qëto fotografi nuk jesen, kanë mu fshije, e shumë gjana, ato kanë mu përdor. Në më thonë edhe vetë që GPT ose shumë platforma tjera, për shkak që ty në arkivave që kanë qenë në prapavi, jënë formu edhe shumë platformat ndryshme. Edhe rreziku është shumë i madh, sidomos ekspozimi i madh i fëmijëve, sidomos nër 16, okej, hajde se pas ka fillu gjenerata jonë me qenë pak mas zhuqe po thojnë, po ekspozimi i fëmijëve është mu më duket pak e teprume prej anës të prindve. Më thonë, unë për vete, nëse kisha qenë prind, asnjëherë social media nuk i kisha lanë mi përdor. Çka ka rrezik një fëmijë nëse ekspozohet? Po flasëm për pjesën e ftyrës, ku qaja pjesë e ftyrës tina ka mu përdor në për platformat ndryshme, qoftë edhe në për klane ose grupe ndryshme që shpo dalin tash edhe disa probleme që kanë fillu prej 2009 e tutje, që tash pe kuptojna pse gjithmonë njerëzit kanë thonë mos i ekspozoni. Njona prej tyneve dhe rëmbimet e shumta që po ndodhin botë, është për shkak të ekspozimeve të fëmijëve. Ka ndodhur shumë fëmijë që sidomos nashta të na në Kosovë ende nuk është e shfaqur që kjo po mundet me ardhë edhe deri nesër dhe të na, për shkak që çdo gjë po evoluon shumë shpejt, po disa dokumentar që i kum po, kanë qenë që për shembull nëse fëmia e ka vendosur një video ose një tag, e ka ditë që personat që kanë qenë gjithmonë tu i përndjek, e kanë ditë që ata fëmijë janë veç vetën shpe dhe kanë shku edhe i kanë rëmby. Në rëmbimet më të mëdha janë shkak i ekspozimeve të fëmijëve. Tani mos flasëm për pjesën tjetër kur ti i rrezikohesh që ato foto mu keq përdor. Ka plot persona të rriton që fatkeqësisht i keq përdorin çdo fotografi sidomos tek femrat, edhe fillojnë me i shantazhu me çdo fotografi. Zakonisht prej moshave deri në moshën 16 vjeçare ka ndodhur shumë shantazhe të mëdha dhe shkak i abuzimeve të mëdha që ka ndodhur ka qenë për shkak të ekspozimit të fëmijëve. Kështu që krejt këto gjëra ka ndodhur në prani të prindve.
edhe nëse e këshyrë, sidomos, unë befasuna pak për prindve tonë, kur thojnë tash është koha, ç'është është kultura, ka ardhur koha me kon këta të lirë, nuk është liria aja nëse ty fëmija jot ekspozon fotografi të ndryshme ose video të ndryshme që nuk kanë lidhje me moshën e tyre. E sidomos unë nuk kam kurrë kundër se shoq shumë me muzika gjana të tilla, po menoj që çdo kohë e ka atë pjesën e vet ku do të mu shiu. E sidomos për një prindit shqiptar që na rrit në frymën fetare, arrimi po këto gjana. Unë gjithmonë në shoqënie kom potencu njani prej drejtorëve që i kum pas, ka qenë Amerikan, sidomos ka qenë pjesën e Colorados, edhe më ka bëu shumë përshtypje që she nis ditën. Çuna thanë 7 mëngjesit, edhe i zgjej tha fëmin për gjumit, edhe tha ullum një tavolinë e kemi kështu rrethore, edhe çdo njani prej fëmijëve ka me marrë edhe në librin që e ka lexu ka me gjetë një thanje. Edhe çdo njani prej neve e lexojna çat thanje, edhe e komentojna. E të na në Kosovë nuk ndodhen shumë rrallë këtu. Domethënë nëse shej duket interesant se fëmia i vet din mja përdor TikTok-un ose Instagram. Shumë e dëmshme që kjo. Shumë e dëmshme. Se na i vlerësojmë edhe ai nuk ka pas televizor, domethënë. Ai nuk ka pas. Nuk e na i shohim shumë open-minded, domethënë nuk është open-minded nëse ka një Instagram, po. Domethënë ai nuk ka pas televizor në shtëpi dhe më ka bërë shumë përshtypje. Edhe pjesën e fundit natës, thej që gjithmonë që i kanë vetëm 4 faqe mi lexu në mbrëmje. Gjatë që më ka bërë shumë përshtypje, ndërsa të na u zhduk komplet libri. Problem. Shpresoj që domethënë problem shumë serioz është realisht. Shumë. Unë drejt më thonë prej tash shqetësona, edhe shqetësona pak për që gjeneratën tem, se e di që këtë gjenerata jam, ka me qenë prodhuese e gjeneratës të fëmijëve të mi. Kështu që kjo është pak problem, se ti e din që fëmija jot ka me kanë me fëmijën e çatij personit. Po, a din qysh e don te pjesa e leximit, po du mu kthy që sot unë si prind i fëmijëve adoleshent, e shoh rrezik, sot rrezik është edhe leximi, në çfarë kuptimi? Për shembull, vajza lexon, i pëlqen me lexu, pavarësisht tendencës që pak me ja kufizu leximet e tilla të librave të cilët janë thriller. Po. Nuk ka eufori të adoleshentëve tepër të madhe që me lexu libra nga autor të huaj, të cilët janë domethënë si me pa një film thriller ose horror me lexu në libër. Adin, po domethënë që okay, edhe leximi mundemi me shty, po na peshtym te leximi, po prap po vjen puna që edhe ato me bën një farë selektimi me çka po ushqen mendjen e vet. Po, e vërtet se edhe ka libra të ndryshëm, po pak është këtë problem edhe video çfarë i kqyren ata si fëmijë. So ne kum pa shumë video për shembull i vendosin, po nuk e din prindi çka vendos. Mu më pëlqej shumë një ish kolege që e kishit një postim edhe tha që arsyeja pse ja kum dalu djalit 2 vjeç, nëse s'gaboj, televizorin është që për shkak që i kum pa një pjesë të filmit vizatimor, ku e cilëson që pjesën e prindve, 2 prind, një prind e kështu. Do me thonë, na veç e lëshojna televizore, nuk e dim çfarë kontenti ka, edhe u knaq fëmia tu nga tu vrapu, ai krejt pe kupton se është anglisht, den ma mirë se ti anglisht, ti nuk den ashta si non, edhe menon që është diçka shumë interesante dhe nuk e kupton çfarë tematika ka. Kështu që kjo pjesa thrillerit nëse e këshyr, po thuj se krejt filmat vizatimor janë ngjallin një farë hiperaktivitetit të fëmija, që unë e kum vrej edhe u kanë shumë shqetësuese, se një kohë që vetëm Tom i Jerry ka qenë pak si ma aksion, dërsa filmat vizatimor tjerë kanë qenë ma calm, dyqysh edhe tash ti si i rritën kur i këqyr, qetësohesh. Nërsa nëse i sheh filmat vizatimor tash janë të luftu, janë qitë botën e thrillerit, edhe këta po rritën me qitë farë pjesën e thrillerit, o normal që a i ka me lyp me lexu librat qëti llojit. Kështu që nëse mundohesh prej fillimit mja dhon qitë farë kulturën e leximit, po jo me lanë edhe me koni i ekspozum televizor, menoj që është edhe pak me e lehtë. Tash unë nuk peluj rolin e psikologës, po flas prej kontekstit fëmijës tem që shkaku nashta
i hiperaktiviteti tina, kum vrejt janë edhe filmat vizatimor, që ja kum hiek, do më thonë, do filma vizatimor që janë hiperaktiv, edhe a beson Vlera që nuk I këshyr tash këto që janë pak ma të gadalshme. Definitivisht. Kështu që teknologjia po ndikon ekstrem shumë, sidomos të gjenerata e re, neve po na duket që janë shumë zgjut, po nëse I vrejnë tash në klasën e 5 e nalë, po fillojnë pak si më u lodh fëmia, se me shumë informacione. Shumë informacione për me njëherë, edhe po fillojnë me u lodh pak të pjesa e shkollimit. Po, unë shumë u kënaqa, keni energji tepër e mirë të paktën për mush përse që ka qenë edhe për ty. Në fakt nuk e posh orën që kaloj ka shpejt edhe po më vjen shumë mirë që arritëm me I diskutu gjitha këto tema, shpresoj që kemi me pas rastin prap me u taku, edhe nëse keni me pas nevojë në tarmën për ndonjë këshill prej meje, jeni shumë mirë se ardhën. Gjithsesi, inshallah, për ndryshe koha për mu s'kish përfundu, po më ka njoftuar Regjia që ka përfundu se kishim vazhdu alo. Faleminderit shumë. Mirupafshim në episodin e radhës.